Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët të këtë pasdite në Dita me ne. Sot do të flasim për artin, kulturën dhe aktivizmin. E pikërisht këto të trija e mbërthen organizata Art Polis, me cilën e kam një përfaqësues Venira Ismaili, kam dilën ta kem në studio dhe me diskutu krejt këto, ndoshta edhe këtë aktivitetet që i keni bërë gjatë viteve, por edhe ato që i keni pra në vijim e sipër. Mirë se ardhët në studio. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. A mund të shme tregu pak për misionin e organizatës kështu në fillim, pastaj vazhdojmë me detaje. Po, për shikuesit e dëgjuesit që nuk e din, organizata Art Polis ekziston qysh nga 2004-ta, është organizatë feministe që promovon artin, kulturën dhe bashkëjetesën multietnike. Është një organizatë që fuqizon, misioni e organizatës është fuqizimi i grave dhe vajzave, por dhe i të rinjve në përgjithësi, për ndryshime sociale në vend dhe në rajon. Dhe instrumentet tona që e thamë gjithmonë kryesore janë arti, sidomos teatri. Edhe në rrjetet sociale, unë personalisht e kam parë që i gjithë viti është i mbushur me aktivitetet ndryshme. Unë shme nga tregu për disa nga këto aktivitetet, që ato ju kanë lënë më shumë të përshtypje. Po, i gjithë viti është, do të thonë, bëhet planifikimi fillim të vitit, na veç e dim çka do të kemi, po gjatë rrugtimit deri në fund vitit, përveç asaj që është e planifikuar, do të thonë, edhe në kuadër të projekteve, edhe në kuadër të iniciativave që vetë Art Polis i inicon, dalin edhe diçka ndërmjet kështu si një kryqëzim, do të thonë, çka do të qoftë. Po pikërisht e kemi po edhe protestën për 8 mars që ka ndodhur. Po, unë isha në grupin organizativ të kolektivit për Marshojmë Festojmë. Ajo është një grup kështu vetanak, po natyrisht edhe organizatat përfshihen me ndihmu. Përndryshe tash sa e lam me 5 mars për të shënu ditën e gruas, lam një event shumë e rëndësishëm të Art Polisit, që është poezi për fuqi, çdo ditë është 8 mars, nëse s'gaboj ka qenë edicioni 14 si vjet që kemi organizu. Kjo është një aktivitet që e dojmë të gjithë, është për të gjithë, sidomos për ata që e dojnë poezinë. Kemi pas poete, kemi pas artista, kemi pas aktivista që janë përfshi nga Kosova, nga Shqipëria, nga Mitrovica Veriut, kanë performu poezi të ndryshme, në gjuhë të ndryshme, poezi që promovojnë paqen dhe promovojnë fuqizimin e gruas. Ka qenë një event shumë i bukur në librarin Duga Gjini. Natyrisht me poezi gjithmonë kemi shoqërojmë edhe muzikën, nuk e lojmë asnjëherë. Muzikën anash ishte pjesëmarrëse ta quaj një këngëtare, një artiste e vërtet që është në rritje e sipër, ata e kemi pas edhe vjet në femart, Arbresh. Me ato tonet tradicionale, popullore, të shndruara në jazz, pop jazz, ka qenë një mbrëmje e mrekullueshme. So ka kërkuar organizim kjo, sepse pasi që është edicioni e 14, por gjithmonë kemi të reja, pra gjithmonë do të me ecë ndoshta me kohën, me hudimtu. Sigurisht, edhe pse është një aktivitet një editor, kërkon shumë punë. Duke fillu prej planifikimit, duke fillu prej gjetjes hapësirës, që është një ndër çështjet ma problematike në Prishtinë, do të thonë një hapësirë të mirë, të madhe, që mundet mi pranu të gjithë pjesëmarrësit që dojnë me qenë pjesë në event është shumë problem, duke marrë parasysh që shumica institucioneve janë në renovim, ose i kanë të mbyllura për disa për organizata. E kjo është pak problematike, kjo kërkon shumë energji për me gjetë më spari një vend, një venue, një vend që i përgjigjet kërkesave tona, edhe natyrisht që ka një çmim të mirë, të voleçëm, që nuk është një çmim astronomik. Edhe pastaj kontaktimi, përpilimi i programit, artistat, kush me qenë pjesë e kësaj, poezit, përkthyset, se kemi pas natyrisht në audiencë kemi edhe të huaj që dojnë me qenë pjesë e kësaj, kështu që na i sigurojmë edhe përkthyset me qenë pjesë e kësaj, kështu që ka shumë elemente, po rezultati është shumë i bukur. Unë ndoshta kemi edhe disa detaje që ndoshta si paramendojnë. Si paramendojnë, do të thonë këto ato janë prapavia që e kërkon një event
çfarë do qoftë një ditor, 2 ditor, 3 ditore ma shumë, gjithmonë i ka ato prapavje që është proces. Domethënë nuk është aty për aty, po është një proces që i kërkon ma shumë ditë për të organizu. Përndryshe për të shënu ditën, po mnej përderisa jemi ende në mars dhe është llogaritet si muaji i grave, për të shënuar ditën botërore të grave, në vijime kemi një punëtori me Akademinë Policore, Akademia e Kosovës për sigurim publike në Vushtri, me kadetet e reja tash që janë emru, po dhe me stafin, gratë stafin që janë në këtë akademi, do të bëjmë një punëtori një ditore për trajtimin, në fakt adresimin për ngacmive seksuale. Megjithëse ata e kishin rregullorën për brenda institucionit, që është një gjë shumë e rëndësishme, megjithatë na do ta ofrojmë ekspertizën tonë duke qenë se kemi qenë bashkëhartues të rregullorës për ngacmime seksuale në Universitetin e Prishtinës dhe pothuajse jemi pioner në këtë aspekt, kështu që po mundohemi të afrohemi tek institucionet e ndryshme që ta kenë edhe qasjen tonë. Kjo është një prej aktiviteteve që do ta bëjmë në mars. Përndryshe me vete kam një listë. Pra, shumë aktivitete. Po, se unë që ka i ngarkuar. Po, viti është mjaft i ngarkuar dhe ka risi, ka senet bukra që po mendoj përveç punës që bojnë na gëzon edhe neve, na lumturon me rezultatin që arrim, po dhe vetë kënaqemi me vetë punën që e bëjmë. Është unë edhe i konsultova dhe kolegët e mi, hajde ta shohim, megjithëse e kemi bë planin, po megjithatë ndërkohë del diçka, kështu që në prill ka me pas reprizën e shfaqjes prapa ekranit, që do të jepet në Dragash dhe Skënderaj. Është një shfaqje që trajton bullizmin dhe këto e japim kryesisht në shkollat e mesme. Kështu që na mundohemi të jemi prezent edhe në ato pjesë e Kosovës ku nuk ka shumë qasje në art dhe kulturë. Domethënë ta çojmë nga Prishtina edhe andej. E bukura e kësaj shfaqjes është që pas përfundimit të shfaqjes zhvillohet diskutim me audiencën që janë prezent, thjesht për të reflektuar dhe për diskutuar rreth çështjes. Mandej një reprizë të shfaqjes Vojçek, që është dhënë në Gjakovë, është koproduksion i Art Polisit me Teatrin e Gjakovës, do të jemi prezent si vjet në Vjenë, në teatrin Akcent Teatr. Kështu që trupa artistike bashkë me regjisoren Zana Hoxha, që është edhe themeluese dhe drejtore ekzekutive e Art Polisit, do të udhtojnë në Vjenë për ta prezantuar shfaqjen. Janë disa klube teatrore, mund ta ceki tash për krejt kësaj. Klube teatrore janë ato që në vazhdimsi me vite radhazi na krijojmë nëpër gjitha vendet e Kosovës, mundohemi të jemi prezent në vendet më rurale. Janë këto klube teatrore që jemi duke i themeluar, i përfshin të rinjt, kryesisht punojmë me nxënës të shkollave të mesme, në disa raste edhe me trinj, jo domosdoshmërisht, po kryesisht me nxënës të shkollave të mesme, i themelojmë ato klube, i trajnojmë brenda një muaji se si duhet të krijohet një shfaqje, pastaj prezantojmë shfaqjen para audiencës në shkollë ose në teatr të atij qyteti ose vendin nëse ka, dhe krijohet prapë një diskutim me audiencën. Këto shfaqje quhen forum teatr. Këto shfaqje zakonisht trajtojnë një temë sociale, çfarë do që i preokupon atij komuniteti me atë komunitet që punojmë. Pikrisht kështu në detaj të vogël, ta zbuloj vetë, unë kam qenë fakt pjesën e trajnimit, që përmendëm, pikrisht për forum teatrin diku para 4 viteve në fakt. Në Art Polisi që ka po, në cilën nuk më kujtohet saktë ajo pjesë këtu në detaj, në cilën qytet këtu në Prishtinë. Në Prishtinë. Edhe më kujtohet se ka qenë trajnim disa ditore dhe me të vërtetë përmes artit të kulturës është ndërsa edhe kemi mësu këgja shumë për teatrin, sepse normalisht që gazetari nuk është lidhat shumë, por e kam vrejtë që sa puna dohet në fakt, edhe përmes arktimit, me thonë, e kemi mësu një sen, edhe ka dojnë, shfaqja në fund ka dojnë fantastike, kështu, edhe tash të që më kujtohet, me vërtet e kemi marrë shumë seriozisht krejt grupi.
Është e vërtet, do të thonë magjia që ofron teatri dallon prej formave tjera të mësimit, për shembull. Na jemi mësuar me shku në shkollë edhe më ulën në banka dhe me pranu ato që na e ofron arsimtarja ose profesori, mësimdhënësi. Po mirë, ofrohet mundësia dhe nxënësi ndoshta me fol, po në shumë të rasteve jemi ata që ulemi dhe ndëgjojmë. Po kjo forma e teatrit, kjo është formë interaktive, kjo është formë që të shtin vetë me vepru edhe gjatë punës edhe reflekton, e trajton një temë edhe reflekton, sepse hyn në këpus dikuj tjetër, nëse lun rolin e abuzusit, për shembull, të ngacmuesit, bullizuesit. Ti ki me pa sa është çfarë energjie ka bullizuesi, edhe pse është rol, edhe pse është aktrim, po e sheh çfarë energjie negative ti mundesh me pas, me ofru, derisa e bën atë rol. Po në anën tjetër, ai që është i ngacmuar, i bullizuar, në anën tjetër ai e pranon çatë energji edhe ndihet me të vërtet në atë formë, edhe pse është aktrim. E çat energji, çat lloj roli, çat lloj loje që luhet në skenë, s'do me thonë me qenë skenë teatrore, mundet me qenë kudo, mundet me qenë në rrugë, audienca që është prezente e ndjen. Do më thonë, e ndjen edhe e kupton, edhe mandej që ato që e kupton ka mundësi me shprej gjatë diskutimit. Edhe këtu bëhet ai mësimi më i madh, mësim dhënia edhe mësim marrja më e madhe e çfarë do teme që mundet me u trajtu gjatë një shfaqje, çfarë do qosh shfaqje. Prandaj teatri ka një fuqi të jashtëzakonshme, është e magjishme, dhe me sa kemi kuptu shumë tri që kanë qenë pjesë e këtyne, sikurse ti që ke qenë pjesë e këtyne shfaqjeve ose pjesë e këtyne trajnimeve që e quajmë na trajnimi bazuar në teatr, kanë marrë pjesë, kanë hyrë dhe kanë apliku për me qenë aktor. Do të thotë kanë fituar atë motivimin thjesht me viju matutje ëndrrën e tyre që e kanë. Po në fakt se dhe pas sa vite shumë e kam kështu një kujtim të mirë dhe është ajo ndjenja dhe socializimi me njerëz, fakt atë është diçka kemi qenë diku një grup diku rreth 20 veta edhe me të vërtet ende kom bresa të mira, do me thonë prej aty në ditëve. Sigurisht se teatri mandej skena ta jep fuqinë edhe mu prezantu me fol. Në shumë të rasteve që jemi mësuna në për shkolla na kap ajo frika, emocioni me dal para klasës edhe me fol. Se është pak një ambient pak ma i vështirë, pak ma zyrtar, ta them ashtu. Ndërsa në teatr ti ke mundësi se hyn në këpucën e dikujt tjetër, bësh një rol krejt dikush që nuk je edhe shumë lehtë ke me u shpreh. E kjo ta jep mandej vetbesimin, të besimin për me dal para dikujt edhe me u paraqit, mu prezantu, me fol çka do të qoftë. Kështu që na po mundohemi me qenë prezent në të gjitha qytetet dhe pjesët më rurale të Kosovës, të shtim të rritë e trejat ta përdorin teatrin në mënyrë që për me përçu një mesazh, një shqetësim, një gëzim, çka do të qoftë. Po natyrisht mi përfshi edhe në audiencë edhe grupe të ndryshme, edhe të ri, edhe prindër, edhe mësimdhënës, edhe zyrtar të po atyre qyteteve, që në mënyrë që ta shohin në mënyrë direkte se çka do të thotë kur një komunitet e ka një shqetësim që dojnë me paraqit para audiencës. Sa është të vështirë me trajtu këto tema, sepse dim që janë goxha sensitive, dhe mënyra me gjetë atë formulën perfekte për me jo qas, është pak e vështirë. Është e vërtet, edhe çdo vit ndryshon kërkesa e vetë pjesëmarrësve çfarë teme dojnë me trajtu. Siç e din nga përvoja, domethënë na temat voton, realisht propozon nga vetë pjesëmarrësit, që në atë trajnim, edhe votohen, hajde ta shohim cila është tema e më e votuar, ata po e paraqesim, po e prezantojmë mirë, po natyrisht që me grupin punojnë mentor, artist, mentor që veç janë të certifikuar me punu në atë formë, edhe sigurisht që ajo nën mentorimin e këtyne trajnerve, pastaj trajtohet tema me shumë kujdes. Çka do që është? Na kemi kujdes që në kuadër të qoftë punëtorisë, qoftë provave që bëhet, qoftë shfaqjeve, me pas kujdes për gjuhën, me pas kujdes për sjelljet, mu respektu
personi që është në trajnim, mu respektu ndjenjat e tjerve, me pas kujdes si po flitet, edhe kjo është një lloj e trajnimit, po dhe një lloj e mësimit të drejtave të njeriut. Gjithmonë mundohemi mi trajtu drejtat e njeriut pavarësisht se si është çfarë teme trajtohet në shfaqje, e kjo është ajo që e bën shumë më interesante, po dhe i bën me u pjek, domethënë një punëtori triditore ose një mujore, varësisht çfarë është programi, i jep hapësinë dhe jep me u pjek ata pjesëmarrëse që brenda kësaj punëtorie shumë më shumë se ndoshta 6 muaj brenda shkollës, brenda mësimit shkollor, pa dasht me minimizu natyrisht impaktin e shkollës natyrisht, po kjo formë e punës është shumë më efektive, sidomos kur përfshihet arti edhe sporti ose çka do qoftë, sesa një formë didaktike kur ndalesh e ndëgjon profesori ose arsimtari ligjeron edhe ti merr shënime. Po, pikërisht, sepse edhe përfshirja ndoshta në shkolla, pra edhe ligjëratat e ndryshme janë ato që e ndrojnë edhe pak rutinën, duke diçka më atraktive, sepse dhe si gjenerata kemi ndryshuar me evoluimin e teknologjisë, të gjitha këto, secila ka impakt në vetë, më me thonë. Edhe mënyra mësimit tradicionale, gjithmonë më shumë bëhet ndoshta më pak efektive edhe më simdhënë se tashmë po detyrohen me gjetë mënyra të ndryshme për me majtë vëmendjen. Ma në fund, kjo formë e shkollimit është dashur më ndru me hyrjen e internetit në jetat tona. Do me thonë, është ditë që interneti ka me ndru në mënyrë globale gjithçka. Edhe kjo formë kurikula duhet më ndryshu, do me thonë duhet me qenë forma ma praktike, ma pak teori dhe ma shumë praktik, sepse ma nuk është ai durimi që shka qenë përpara i trive. Na këta i shohim çdo ditë, do me thonë jeta e trive varet vetëm prej telefonit, kur gjë tjetër. Kështu që plan programet shkollore duhen me u përshtat në atë formë që me afru interesimin e nxënësve për me qenë pjesë e shkollës. Se interesimi është çdo herë më i pakt, sepse nuk është ajo çka po marrin çdo ditë në telefon, nuk është ajo çka po ofron aty në ata nuk i përmbush. Kështu që kjo duhet me ndryshu shumë. Duhet me mendu, duhet me u bashku kokat e mdhaja, duhet me Ministria e Arsimit, duhet me bashkëpunu ngusht me shoqërinë civile, me organizatat që kanë ekspertizë në këtë formë, sepse ekspertiza organizatave është shumë vjeçare. Ata veç e trajtojnë këtë formë në mënyra të ndryshme, pse jo të mos trajtohet edhe në shkollat profesionale, në shkollat e mesme, fillore e tutje. Artpolis momentalisht është duke punu ngusht me Ministrinë e Arsimit, nëse më i me vazhdu tutje. Po patjetër. Se tash më kujtu, do të thënë prej këtyre tjerave, është që na kemi bën një hulumtim që do të thotë teknik të zërimit dhe të ndriçimit nuk ka në Kosovë. Po mënoj teknik të kualifikum, që ka ndonjë diplomë të fakultetit, master apo çka do qoftë, nuk ka në Kosovë. Kështu që na jemi të punu ngusht me Ministrinë e Arsimit, kemi fillu disa fokus grupe, ekspert të jashtëm, po ashtu edhe me disa teknik që janë pjesë e televizioneve, na kemi bo thirrje, kemi bo thirrje, do të thonë televizioneve me qenë pjesë e këtyre fokus grupeve, në mënyrë që ta përpilojmë një plan program, një kurikul që të trajnohen dhe të kualifikohen nxënësit e arshëm në për shkollat profesionale dhe të mesme për këto 2.000 fusha që nuk është e mangët në Kosovë. Do të thonë teknik të kualifikuar, ose inxhinier të ndriçimit, ose inxhinier të zërimit. Kjo është një hap i madh për Kosovën, po besoj, po dhe për Artpolisin me qenë të përfshirë në këtë punë, duke qenë se edhe përkrahet nga organizata ndërkombëtare UNDP. Po pikërisht dhe ishtë të fokusohem tek rëndësia bashkëpunimeve, sepse dim që organizatat në vetvete është vështirë të funksionojnë. Pra gjithmonë është mirë që me pas bashkëpunim edhe me institucionet shtetërore. Sigurisht. Është e vërtet, shumë vonë ka fillu bashkëpunimi kështu pak ma i thellë. Ka pas bashkëpunime, po të pak si ma të sekta,
po duke qenë se zëri i shoqërisë civile në Kosovë është një ndër zërat më të fortë në rajon. Do të thonë asnjë vend i rajonit sidomos Ballkani Perëndimor nuk e ka shoqërinë civile më të fortë se sa që ka Kosova. Kjo ndoshta po ndoshta për shkak të nevojës që kemi pas, luftat që kemi pas dhe pastaj pas luftës shumë probleme të mëdha dhe shoqëria civile, organizatat e ndryshme kanë marrë fusha të ndryshme dhe do thënë mbi 20 vite, 25 vite tutje kanë fitu ekspertizë të madhe duke qenë se kanë pas donacione nga organizatat ndërkombëtare. Dhe me ekspertizën ndërkombëtare ato kanë fitu atë eksperiencë edhe kredibilitet për me mujt me qenë bashkëpunëtor me institucionet e Kosovës, me ministritë e ndryshme, me qeverinë, me presidencën. Do thotë në fakt nuk po anashkalon raste sigurisht që po thirrën, po duhet një bashkëpunim pak më i mirëfillt edhe me u ndëgju zëri i organizatave të shoqërisë civile. Për shembull, 3 vite më parë me Art Police me shoqërinë civile, po dhe në bashkëpunim me një pjesë të stafit të Universitetit të Prishtinës, kemi punu ngusht me vite radhazej për me përpilu rregullorën për ngacmime seksuale, e cila para 3 viteve është do të thonë promovu, edhe tash ekziston ajo rregullore për ngacmime seksuale në Universitetin e Prishtinës, fal organizatave të shoqërisë civile. Në këtë rast Art Police ka qenë një ndër ato organizata që me ngulm ka qenë pjesë e këtij programi, duke protestuar. S'di sa ju kujtohet që ka pas denoncime për ngacmim seksuale dhe kjo realisht ka fillu prej një vajze që ka qenë direkt e ngacmuar nga një profesor, prej një profesore dhe kanë fillu protestat e kështu me radhë. Do të thënë tash ekziston rregulloria edhe na punojmë ngusht me Universitetin e Prishtinës, mundohemi mi përfshi dhe fakultete tjera me punu me student, po dhe me profesor, thjesht për vetëdijsimin se çka është ngacmimi seksual dhe si të mbrohen prej ngacmimit seksual, edhe çka pason tutje, çka ligji si e trajton ligji këtë fenomen negativ. Kështu që kemi bashkëpunim edhe në këtë aspekt. Pikërisht, kjo është fakt një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse si studentët tashmë kanë përfunduar fakultetin, e shoh se ajo rregullore ka qenë me të vërtetë shumë e nevojshme, sepse vetë personi, kështu në vetvete ndihet më i sigurt kur ka një rregull, ka një mbështetje. E vërtet është, tash Universiteti i Prishtinës e ka të caktuar një zyrtare e cila i pranon në mënyrë anonime këto denoncimet edhe ajo mandej i trajton tutje. Tash Art Police si vjet do të mirret me avokim më shumë rreth ngacmimeve seksuale për të shiqur nëse për të provu me amandamentu rregulloren se rregulloria ka shumë mangësi. Pavarësisht asaj që shoqëria civile dhe Art Police ka tentu që i kanë dhënë rekomandimet për me qenë rregulloria sa më shumë mi përngjap pak perfeksionizmit, megjithatë ka mangësi. Për shembull, një student ose një studente nuk mundet me denoncu që është ngacmuar seksualisht qoftë prej një studenti, do të thonë moshatare, qoftë prej profesorit ose profesoreshës, apo edhe më lart, vetëm brenda afatit 3 vjeçar sa është brenda në fakultet. E kjo është e pamundur. Një student ose një studente nuk mundet me bëj atë sepse mundet me pasu pastaj hakmarrja nga profesori. Kështu që na po kërkojmë që ajo jetë gjatësi e denoncimit me qenë më e madhe, edhe pasi që del prej fakultetit në mënyrë që me pas siguri që mundet me denoncu një profesor ose profesoresh, në mënyrë që ai person nuk duhet me qenë pjesë ose me pas me u adresu në instancat ligjore. Edhe shumë mangësi tjera që janë në rregullore, Art Police si vjet do t'i adresoj, do të kemi punëtori, do të kemi panele, do të punojmë ngusht me studentë dhe personelin e Universitetit të Prishtinës. Pikërisht këto rezultate po besoj se i keni mbri duke i dëgju personat, sepse dëgjimi aktiv dhe dëgjimi se çka në fakt po i nevojitet, është ajo sepse personi me të vërtetë ta e përgjigjen atë. S'ke nevojë me ulëmtur shumë, kështu ndërsa me gas, kështu, edhe me shiku qa po ta mërmenja që dohet, por vetëm me ndëgju se çka në fakt është realiteti. Po, sigurisht, ashtu është, do të thonë me dëgjime, me takime të rregullta, po njëkohësisht këto duhet me përmend që është e rëndësishme edhe qasja.
Do të thotë për me fitu sigurinë dhe për me fitu atë hapësirën që dikush me u hapë dhe me bisedu me ty duhet me pas një qasje pak ma sigurt, mi dhonë hapësirë, mi tregu që të dhanat nuk do të keq përdorën tutje, me pas një mirë mbërësim mes palëve. E këtë Art Police e bën me shumë kredibilitet, andaj edhe kemi shumë pjesëmarrës në çfarëdo lloj aktiviteti, në çfarëdo iniciative që marrim, sepse ofrojmë siguri, ofrojmë hapësirë të sigurt për çfarëdo lloj aktiviteti që bëjmë. Përndryshe tani jemi në këto i kom qitë këto dy raportet, katalogjet është festivali Femart, një prej aktiviteteve, në qëse me qujtë aktivitete Art Police që është njoftën në mbarë botën, është festival ndërkombëtar, si vjet do ta kemi edicionin në 14, datat janë 25-30 shtator. Po pavarësisht që është me 25-30 shtator, na jemi të punu, do më thëmë vazhdimisht. Keni fillu puna që Po, puna ka fillu dhe dikun 80% e programit veç është finalizu. Do të thot jemi në pregaditjet programi shumë shpejt do të dalë edhe koncepti edhe çka do të trajtojmë, po kjo është ajo se do të kemi risi në këtë festival, do të kemi artistë që do të vinë nga vendet të ndryshme, me aktivitetet e tyre shumë të bukura, do të thonë duke fillu prej koncerteve, shfaqjeve, ekspozita e kështu me radhë. Natyrisht edhe konferenca ndërkombëtare nuk do të mungojë si zakonisht, do të trajtojë një temë shumë të rëndësishme, po risi tjetër vitin e kaluar ishte edhe kjo festivali i ri që kemi themelu, Circle Fest. Është festival që i dedikohet vetëm artistëve dhe aktivistëve të rinj, nga Kosova dhe nga Ballkani. Do të thonë, vitin e kaluar kishim nga Shqipëria, Maqedonia, Bosnia, Malizi, Serbia, Slovenia, artista të ri që duke filluar nga shfaqje, koncert, ekspozit e të tjera, do të thonë, edhe si vjet po ashtu do ta organizojmë dhe ky festival do të mbahet në nëntor. Pra, edhe përgatitje për këtë festival, pas kanë filluar edhe tash? Ende s'kan fillu, do të fillojnë së shpejti. Do të thonë së shpejti, po sa ta përgatitim konceptin, po për Femartin është, për neve ky festivali Circle Fest për na duket pak si që thojmë piece of cake, duke marrë parasysh që është rajonal, është me tri, është pak ma jo atë shumë formale, sepse tritë kanë metodën e tyre të punës, edhe muj me thonë që kemi... Por e kemi kështu shumë efektive? Po, pavarësisht asaj, ato deshta ta them se kemi marrë feedbacks, kemi marrë, komente shumë pozitive nga artistët dhe aktivistët që kanë qenë vitin e kaluar, sepse shumica atyre natyrisht hera parë që kanë qenë në festival. Shumica atyre hera parë në Kosovë. Kanë qenë për festivale të ndryshme, po si tri, janë trajtu si tri. Edhe kjo ishte hera parë që ata me qenë në një festival që i trajton si artist të mirëfillt. Do me thonë, ka qenë komenti tyre, feedbacku që kanë qenë mjaft të kënaqur, edhe pse vetëm 2 ditor, po ju kemi afru një hapësirë tamam të një festivalit mirëfillt me një audiencë pak më të selektuar, sepse ky festival është vetëm për ta. Ata me qenë të bashkuar, me u rjetëzu, edhe pse jo me vazhdu shoqërinë dhe matutje. Edhe kështu e kemi me një rinit prekollueshme, pra në Kosovë dhe në rajon, dhe nëse japim hapësirë, atëherë mundna me pa shumë rezultate pozitive. Na kemi qenë të habitur nga ambicjet e tyre dhe nga talentin i tyre, do të thonë, po thëmë, duke fillu nga shfaqet, nga koncertet, nga ekspozitat, poezit, po ashtu shkrimet e ndryshme, do të thonë, kemi qenë të mrekullueshëm nga talenti që ata kanë shfaq dhe ambicjet që ka dojnë me vazhdu tutje. Kështu që mezi po presim edhe si vjet me pas, natyrisht ka me pas thirrjet hapur, sikurse vitin e kaluar, mi u dhon mundësin të gjithme për me apliku, edhe mandej me kujdesna me përzgjedh kush ka me qenë pjesa e saj. Gjatë viteve deshta më fokusu, ndoshta tek ndërgjegjësimi, tek komentet që i keni vrejt në shoqërinë përgjithësi, pra edhe tek pjesëmarrëse, tek ndoshta aktivitetet, temat e ndryshme që i kanë përzgjedh, pjesëmarrja. Po, komentet gjithmonë janë pozitive. Natyrisht, na gjithmonë varësisht për aktivitetet kemi pyetësor që dëshirojmë t'i dim komentet e vërteta, anonime, sepse vetëm në atë fort pandej munden më u shpreh lirshëm. Ka komente që kërkojnë ndoshta kushte pak më të mira të
skenës ose kudo qoftë, kërkojnë shumicën e komenteve që e marrim, pse nuk e bën edhe një ditë më shumë që ta kemi mundësinë me eksploru qytetin ose kudo qoftë. Kështu që komentet kryesisht janë në atë mënyrë që kanë qef me pas një ditë të lirë ma shumë për me mujt me shfrytzu hapësirën ose çfarë do lloj aktiviteti që janë të e viju. Po natyrisht, për shkak të fondeve, na po duhet me bo do farë reduktime, po kryesisht në qatë formë janë komentet. Si vjetë po ashtu kemi një projekt të ri shumë interesant që do ta përdorim trenin. Stacionin e kurudhor trenin është projekti Boost, nëse s'gaboj, po është trashëgimia në lëvizje, tour culture me tren. Do të thonë, do të organizohet një tur nga Prishtina deri në Pej, për të vizitu institucionet edhe për të përjetu artin. Po e njëjti projekt po ashtu do të ketë edhe në Prizren, do të ketë punë artizanale me gratë, do të bashkëpunojmë ngushtë me Etnofestin në Kukaj, që është në Korrik, ku do të jetë një panajer dhe një ekspozit i këtyre punëve që do të bëhet. Një risi që është si vjetë, ne e kemi shpall vitin e kaluar, po si vjetë do të jetë funksionale, është që Artpolis është duke e themelu stacionin kulturor, do të thonë objektin tonë do ta kemi. Kjo pastaj do të ndryshoj shumë gjëra. Ky stacion kulturor është tash veç kanë fillu punimet, është i përket infrakosit, është i objekti hekurudhave që është pothuajse i hapun, nuk është i funksional. Dhe në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, na kanë ofru me funksionalizu dhe na me përdor këtë stacion për aktivitetet tona, por edhe për komunitetin që janë aty të Arbëria, duke ditë që ajo pjesë ka shumë pak hapësin për kulturë dhe art. Kështu që ky stacioni kulturor do t'i shërbejë edhe komuniteti që janë aty, Artpolis do t'i organizoj shumëtën e aktivitetetve aty, po shpresojmë që në qershor veç do të hapet stacioni. Po besoj keni me qenë njoftun të gjithë, po besoj që do të bëjë një hapje pak ma madhështore, do të funksionalizohet, po besoj që dhe Femarti do të zhvillohet aty. Do të thonë një risi që do tjetë është që Femarti zakonisht është i shpërndan në të gjithë qytetin, me raste ka qenë edhe në qytete tjera. Tani do të provojmë të bëjmë në stacionin kulturor, po natyrisht jo duke janë shkalu edhe disa institucione tjera që janë të domosdoshme për të qenë arti në ato institucione. Kështu që pjesa më e madhe do t'jetë aty. Një risi tjetër do t'jetë që na do të këtë stacion kulturor, si që thash, do t'ja dedikojmë komunitetit që jeton në Arbëri, e sidomos fëmijëve, ndoshta një ditë në javë, ndoshta të dielën do t'ja dedikojmë fëmijëve, ku fëmijët mujnë me ardhë aty në një hapësirë të sigurt me prindërit e tyre, ndoshta për vizatuar, ndoshta për të punuar diçka, ndoshta çka do qoftë, mirë po do t'jetë një landmark me quajt, një hapësirë që do ta zbukuroj atë hapësirë, se ka nevojë pak për zbukurim, do t'jetë një objekt interesant, nuk do t'ja hupim atë pamjen e atij stacionit që është, po natyrisht që do t'ja japim atë ngjyrën e Artpolisit. Pra kemi me pa shumë gjëra të mira. Shumë gjëra të bukura, vetëm do të më hapësit, pra mos mi na i këto njoftimet. Po, unë juftoj, do të thonë, juftoj të jeni na përcjellni në rrjetet sociale, sepse na vazhdimisht jemi shumë korrekt në atë aspekt, jemi transparente dhe vazhdimisht promovojmë çka do që kemi, na përcjellni sepse do të ketë për të gjithë. Lejoni ta tregoj që dhe stacioni kulturor jo vetëm për fëmijë, po do të ketë aktivitete edhe për persona, sidomos për gratë ma në moshë, që realisht këto gra pas pensionimit janë të lënë anash. Ato përveç në shtëpi, nuk kanë aktivitete tjera, përveç ose kanë ndonjë hobi që rrallë prej grave mund të kenë, që mund të jenë të angazhuar dikun jashtë. Kështu që do të mundohemi edhe për gratë në moshë mas pensionit, ato që nuk punojnë, me gjetë hapësirë, me gjetë mundësi edhe ato me angazhu me forma të ndryshme. Po, mikrisht kjo në faktë shumë e rëndësishme, me vërtetë unë jam mirë, sepse është
me të vërtet janë të lana anash pak, kështu që E vërtet. edhe është një hapësirë e sigurt për ta, e mirë, edhe po besoj që me s'kam në prit me ardhë. Sigurisht. Venera, faleminderit shumë që ishe sot në studio dhe ke marrë kopri e pam, do me thonë, një orari, do me thonë, një viti, muj me thonë, shumë ngarkuar. Shumë, po, e vërtet, do thëmë përveç asaj që kam shënu me këtu, sigurisht që ndërkohë do t'hyjnë edhe sene tjera, po natyrisht na jemi një ekip në rritje, edhe pranojmë edhe praktikante që dëshirojnë me marë mësim si duhet punohet, po njëkohësisht edhe me shfrytzu talentin e tyre, kemi do të hapim edhe për rezidencat që vinë nga jashtë, po edhe për internshipat të ndryshme, kështu që përveç stafi që është stafi aktual, kemi edhe ndihmë edhe nga të tjerët, duke mos i llogaritë edhe vullnetarët që janë pjesë e festivaleve zakonisht ose të eventeve. Venera, faleminderit shumë që ishe sot në studio. Faleminderit shumë për ftesën edhe faleminderit për hapësirën për me tregu krejt çka pata me tregu. Patjetër, është mirë që gjithmonë promovohet, çdo gjë e mirë, çdo sepse për vërtet këto çështje nuk bën më anashkaluar dhe gjithmonë jo vetëm me data të caktuara, sikurse edhe motoja e këtij festivalit që vetë sa kaluam, pra 5 marsit e kemi, pra nuk është çdo ditë, domethënë çdo ditë është 8 mars. Çdo ditë është 8 mars, pikërisht ajo. Okej. Faleminderit shumë Anja. Faleminderit. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten çdo pasdite në DTV Media dhe deri në takim në radhës, mirupafshim.